Mjafton të krahasosh dy draftet, janë të dyja krejt të ndryshme, edhe pse janë komisionet të posaçme. Unë nuk e di nga e keni marrë këtë praktik nga cili vend evropian. Dhe për më tepër, përmes se 1 javë ose 10 ditë, draftet janë ndryshuar nga 2-3 herë në mungesë transparence dhe janë hedhur në media sikur po bëhet në një pazar politik. Zoti kryetar, ju duhet ta kishë ndaluar këtë gjë. Në qoftë se do bësh një komision I vërtet, duhet që çdo parti politike që ka garuar në zgjedhje dhe ka marrë votën e shqiptarëve e ka të drejtë të jetë në komision. Nuk mund të caktoni ju të drejtën. Nuk po thot njëri shumica pakica, por vendin në komision ja kanë dhënë shqiptarët, nuk mund t'ja jepni ju. Dhe nuk mund të silleni sikur çdo gjë do na keni për vete. Mjafton të kujtoj, zoti kryetar, që 3 partitë e reja në këtë parlament, edhe pse kanë 4 mandate, përfaqësojnë votën e 10% të shqiptarëve. Dhe I keni përjashtuar nga çdo lloj konsultimi apo vendimarrje. Mjafton të marrë dhe një fakt tjetër. Ka me 10 delegacione parlamentare ky parlament me shumë vende dhe institucione. Asnjë deputet I ri nuk është antar në to, edhe pse përfaqësojnë votën e 10% të shqiptarëve. E pra kjo është pazar. Ndaj, zoti kryetar, ky është një shans I humbur, aq më tepër kur kreu I maggjorancës ka kërcënuar këtë parlament dhe demokracinë tonë duke thënë që duhet shkojnë në 100 mandate. Atëre rezultati I këtij komisioni dihet dhe aq më tepër është e turpshme mbas raportit të Komisionit Odirit që u publikua pak ditë më përpara, ku kërkon ndryshimin rrënjësor, por fatkeqësisht nuk mund ta bëjë ky parlament. Faleminderit zoti Kapri, fjalën e ka zoti Gjiknuri, më pas zoti Fatmir Mediu. Zoti kryetar, në fakt e mora fjalën më shumë edhe për të dhënë një sqarim se mbase këtu në zhurmën që bëhet harrohen disa detaje ku të gjithë ata që ngrihen si shqetësuar përgjigjet I kanë aty. Dhe meqense se unë jam marrë direkt me hartimin e atij vendimin lidhje me komisionin, duhet bëj 2 sqarime. E para, të gjitha partitë janë të përfaqësuar aty. Çështja e votës është çështje irrelevante për një arsye se ky komision, si komision sui generis dhe nuk ka një lloj të tillë në Parlamentin shqiptar, votën e ka të barazleshëm me veton e bashkëkryetarit. Veton dhe votën praktikisht e kanë 2 forcat e mëdha. Kjo është e vërteta. 1. Do të thotë të gjitha partitë kanë të drejtë të kenë antar aty, edhe partitë që folën më parë kanë të drejtë të kenë antar të bëjnë propozime njësoj si gjithë të tjerët. Është e pamundur të akomodosh të gjithë partitë tek opozita, se janë 13-14 parti opozitare, do të thotë që komisioni do ishte një tren që s'do mbaronte kur, pra do ishte pamundur funksiononte, dhe çdo antar I çdo partie ka të njëjtat drejta. Ka drejt propozoj projekt ligj, ka drejt të dëgjohet, ka drejt flasi, ka çdo drejt si çdo parti tjetër aty. Vendimet merren me vetën e bashkëkryetarëve. Tash kjo është tradita dhe nuk është era parë që bëhet kështu. Kur ka pas shumë parti dhe në vitin 2017 është zgjedhur një threshold, sepse është e pamundur të përfaqësosh gjitha në komision. Qofse duam komision funksional, pastaj marrin gjithë parlamentin. Hajde funksionon parlamenti si komision, meqense janë gjithë përfaqësuar këtu. Kështu që më vjen keq që hidhen insinuata të tilla, mua më vjen keq që gjithmonë partitë e vogla tentojnë të demaskojnë apo ta gjejnë fajin tek sistemi, duke harruar që vetë janë produkte atij sistemi. Pra kush ka vota, nxjerr mandate. Kështu që mos e paragjykoni punën e komisionit. Ky s'ka mandat të ndryshojë kushtetutën, qofse ky patjetër do të ketë një dakordsi të gjitha forcave politike dhe një maggjorancë kushtetuese, kjo është një çështje që I mbetet kohës. Po gjithçka do të jetë transparente me prezencën e OSBE Odirit dhe të gjitha partitë kanë qenë konsultuara. Madje u ndryshua objekti për të reflektuar edhe partitë e vogla, për ta sqaruar publikun, komisioni ishte balancuar, të gjitha partitë janë përfaqësuar aty, 2 partitë tjera që nuk kanë mundësi të kenë antar, thjesht quhet antar, kanë të drejtën të marrin pjesë, propozojnë projekt ligje, të jenë pjesë e diskutimit dhe gjithçka është transparente dhe janë të përfshira në këtë proces. Kështu që besoj që debati është I kot, unë e kuptoj që do të bëhet diferenca se kujtohet sikur ka një diversion, por e vërteta është të gjithë janë përfaqësuar, le të fillojmë punë, do kemi mundësi ta dëgjojmë njëri tjetrin aty. Faleminderit zoti Gjiknuri, fjalën e ka zoti Fatmir Mediu. Zoti Mediu. Zoti kryetar, së pari nuk mendoj që na bën nder fakti që shkruani që ky komision ecën sipas traditës parlamentare
sepse ajo tradit nuk ka prodhuar asnjë kod elektoral që të ketë minimizuar problemet zgjedhore. E dyta, kur flasim për transparencë, transparenca nuk është kur votohet, është para votimit. Dhe përfshirja e gjithë subjekteve politike në një diskutim për Komisionin e Reformës Zgjedhore do ishte domosdoshme, sidomos duke lexuar raportin e fundit të OSBE-Odirit. E treta, e tha kolegu Gjiknuri me interpretimin e tij, që ky është një komision ku vota nuk ka vlerë. Mjafton vetëm mirëkuptimi i 2 bashkëkryetarëve. Pra çdo subjekt politik dhe ato që përfaqësohen sipas këtij vendimi nuk kanë të drejtë vote. Edhe komision pa drejtë vote vetëm me vetën e 2 bashkëkryetarëve është një histori e cila është përsëritur dhe për fatin e keq ka prodhuar kode që as deputetët e njërës apo tjetrës palë nuk i kanë njohur përpara se të vinë në sallën e votimit. Prandaj mendoj që është shumë e rëndësishme nëse flasim që do ketë të drejtë vetoje dhe duhet të ketë patjetër konsensus se kjo është vetoja, atëherë le të bëjmë atë që është e domosdoshme dhe nevojshme, të ketë një konsensus para se të shkojmë tek vetua brenda krave politik, që palët që janë opozit paktën kenë mundësi që të diskutojnë se çfarë është e vlefshme dhe çfarë është e pavlefshme në një kod zgjedhor për pasur zgjedhje të lira të ndershme. Përndryshe do përsërisim të njëjtën histori për të njëjtat interesa dhe do të kemi po të njëjtat procese zgjedhore të manipuluara dhe të kontrolluara nga korrupsioni dhe krimi. Faleminderit zoti Mediu. Fjalën e ka kërkuar për procedurë edhe zoti Tomor Alizoti. Zoti Alizoti. Unë në fakt e kam përpyetje do ka përcjellë këtë temën.